Jam sot këtu në emër të organizatës së veteranëve dhe pasazhve, në emër të organizatës së familjeve të dëshmorëve, në emrin e shoqatës ushtarake Dega Kukës, në ditën më të fundit të kalendarit të vitit 2025 për të sjellur në mënyrë të zjarrt, ashtu lirshëm, jo si herë të tjera në vargje e poezi, atë që unë kam akumuluar për një viti në bashkëpunim me televizionin e Kukësit. Televizori Kukësit për gati 30 vjetësh ka përquar më së miri ato veti më të bukura të popullit kukësian. Këtu kemi parasysh birin ton, presidentin Lutfi Mesqa, që është një ndër banorët më human, më i kuptuar drejt nga populli kukësian, një njeri patriot që ndërmori iniciativën atyre viteve të vështira të 97-s për t'u gjendur afër popullit kukësian, me të mira, me halle, me shqetësime, ai informoi sakt, në gjendje reale, me aq mundësi sa pati, me një efektiv ndoshta dhe jo të kompletuar, me mundësi akomodimi dhe veprimi të pakta, por gjithsesi populli kukësian, banorët kukësian dhe më larg edhe ato në Durrës, Tiranë e shumë të tjera u informuan për çfarë ndodh në Kukës. Populli kukësian është një popull që të kupton me herë të parë, ajo kupton shumë mirë atë që e ka për një mend, si thot popullin. Populli këtu në Kukës flet mirë për televizionin ton, flet mirë me ndjenën e zjarrt, me atë ekran që në krahun e tij vendos Kukës. Ne jemi ato që i japim jetë këtij vendi, ne jemi ato që këtë vend e duam, që edhe migrantët nga larg kënaqen kur i shikojnë me mënyrat që kanë zgjedhur personeli i televizorit të Kukësit, me anë të internetit, Facebookeve e mënyrave të tjera. Unë gjen rastin këtu për të përshëndetur dhe të gjithë stafin drejtues, të gjithë ata punojës teknik, kameraman, gazetar, sepse për çdo ditë ai informohet për ngjarjet që ndodhin në Kukës. Të dy punojësit mjaft të zjarrt që televizori Kukësit, me operator Ervin Mehmetin, me gazetar Benet Beqirin, që gati po mbushin vite, dekada, kanë ditur të përqojnë më së miri, ashtu original, në kohë, në zë, në figurë, pa u kontestuar në asnjë lajm. Populli kukësian e ka qef të vërtetën, ai të kupton shumë mirë për hallet që ke. Nuk është kollaj për të konkuruar sot në media. Vështirësitë që ka presidenti, populli Kukësit i lexon shumë mirë, por ai i bën një lutje. Duro Zoti Lutfi Mesqa, sepse ne jemi me ty, ne të kemi mysafir për natë në vatrat tona, ti na informon për lindje, vdekje, halle, shqetësime. Sot jam i sigurt që përqoj të gjithë mendimet e kukësianëve, edhe unë si pjesë të gjithëve që për vitet të tëra kam bashkëpunuar. Unë kam ndirë veten një nxënës këtu, në këtë televizor, sepse kam marrë me vete ato veti më të mira që i kam gjetur këtu. Unë ju përgëzoj të gjithëve, ju stafit, ju punojësve, duke filluar që nga kabllistët, duke filluar që nga ato që paguhen, edhe unë, si gjithë të tjerë, ju uroj televizorit të Kukësit, dhe me këtë rast, sot, në mënyrë ndoshta pak me emocion, ju bëj thirrje të gjithë biznesmenëve që nuk janë të pakët, edhe në Kukës, edhe në rrethet tjera, ta ndihmojnë televizorin e Kukësit, sa ajo është mendja, është syni, është veshi, është goja e Kukësit ton, tani më të njohur edhe më larg. Urime edhe një herë për vitin e ri të gjithë stafit televizorit Kukës.